Mirë se vini të shkolla e gjuhës angleze të profi Qaza. Është një kënaqësi e veçantë të jem para jush dhe t'ju shërbej me një eksperiencë shumë vjeçare si profesor i gjuhës angleze. Kjo është faqja AM apo fillestare e web faqes të profiqaza.com. Këtu mund të navigoni më poshtë dhe të njoftoheni me informata shumë të rëndësishme të kësaj shkolli. Nëse navigoni gjerë në fund, mund të shihni disa ligjërata të nxjerrura nga klasët që do t'i shikojmë së bashku në vijim. Për t'u regjistruar për herë të parë, kliko te regjistrohu këtu. Kjo do t'ju dërgon te katalogu i klasëve ku mund të shihni klasët fillestare që kemi përgatitur. Të gjitha këto klasë përmbajnë më shumë se 250 ligjërata të ndryshme. Ky katalog do të pasurohet më shumë e më shumë me klasë në një të ardhme të shkurt. Vërtet në muajin e ardhshëm pritet të dyfishohet numri i klasëve. Për t'u regjistruar në klasë, kliko këtu, Join Me. Pastaj, mbusheni këtë formë të thjesht me emrin dhe mbiemrin tuaj, emailin dhe zgjidhni password që e mbani në mend. Pasi që të regjistroheni, do të futeni më njëherë në klasë. Si që shihni, klaset janë të ndara në mësime të ndryshme. Në anën e majtë keni navigacionin e klasëve. Shembull, nëse doni të shihni fjalorin e klasës, atëherë klikoni në fjalor. Desha ta ceki se nëse dilni prej sistemit, do me thënë shkoni te Me dhe klikoni te Log Out. Atëherë kur të kyçeni në klasë, vetëm duhet me mbajt në mend këtë web adresë online te profiqaza.com. Pastaj klikoni te Login. Nuk keni nevojë të regjistroheni gjithmonë në klasë, të kyçeni. Nëse doni të regjistroheni në klasë të tjera, kliko te klasa dhe kliko te Login. Sepse ti je antar, atëherë mund t'i përdorësh kredencialet që i ke në sistem. Do me thënë emailin dhe passwordin që krijove më herët. Edhe njëherë, nëse jeni duke u regjistruar për herë të parë, atëherë mbush formën Join Me. Përndryshe, vetëm klikon te Login dhe futeni në klasë. Ju dëshiroj mësim të këndshëm dhe një të ardhme të suksesshme. Do t'jemi me ju gjithmonë në këtë udhëtim madhështor të karrierës tuaj. Mirupafshim.